Një mije një net, një thesar i çmuar i botës dhe i kulturës arabe, vjen përkthyer nga origjinali në shqip nga Elmas Fida. Është përkthyer në nga 2-3 gjuhë të huaja, nga anglishtja, frëngjishtja dhe serbo-kroatishtja, por jo nga arabishtja. Është hera parë që libri përkthehet nga gjuha bazë, gjuha burimore, arabishtja në shqip, dhe i ka shpëtuar dhe censurave të çfarëdo lloji, njëkohësisht është përmban gjitha dhe poezitë e vetë librit origjinal. Pra asnjë nga poezitë, ose shumë pak poezi, janë hequr. Janë hequr kryesisht ato të cilat nuk përkonin me tekstin ose të vështira. Por mbi 90% të poezive janë. Bushti kryesor i këtyre rrëfimeve apo rrëfenjave për të rritur është historia e mbretit Shehriar, që i zhgënjur nga tradhtia e së shoqes, vendos të martohet çdo ditë me një vajzë, të cilën, me t'u gdhir dita e re, e ekzekutonte. E vetmja që e ndërpreu këtë zinxhir mizorish ishte Sherezadja, me aftësinë e saj të lindur dhe kulturën që zotronte. Ajo e përhumbi mbretin në rrëfimet e saj për 1001 net me radhë, duke u kthyer në simbolin e gruas, që arrin të zbutë bishëm brenda autoritetit të verbër mashkullor. 1001 netët është një libër rrëfenja arabe, njihet, prallat arabe. Në origjinal është në gjuhën indiane, shumë i vogël, shkurtuar, pastaj është përkthyer në persishte, pastaj arabët e kanë marrë e përkthyer në arabisht dhe e kanë pasuruar pastaj me rrëfenja dhe pralla arabe të kohrave nga më të ndryshme. Origjinali në gjuhën indiane nuk është më, as ai në gjuhën perse nuk është më, ka mbetur vetëm disa versione të gjuhëve arabe. Unë jam bazuar tek 2 versione, një që e kam libër, që e kam pas ble herët gjatë studimeve të mia, dhe një version tjetër që e kam gjetur në internet. Por si libër është goxha pasuruar me kalimin e shekujve, u ka mbijetuar dhe ka qenë shumë i suksesshëm për, siç ka dhe titulli 1001 net, ka 1101 vite po themi, që ka tërhequr lexuesit e mbar vendeve të ndryshme. Gjithashtu, mjaft mbreslënse janë edhe fragmentet erotike, të sjella me delikatesë në shqip, duke ruajtur frymën e kohës, kur trupi, fjala dhe imagjinata ishin një. Ky botim vjen për herë të parë plot në gjuhën shqipe nga origjinali, i cili ka 4 vëllime. Lidhur me vështirësitë e përkthimit, ka shumë vështirësi, vetë fakti që është shumë voluminoz, pavarësisht se është volumi i parë. Gjuha arabe është gjuhë e lashtë, gjuhë e vjetër, fakti që është shkruar mbi 1000 vite para, shumë terme, vende, fjalë, shumë të vështira. Gjuha arabe është goxha e pasur, mbi 12 milion fjalë, dhe krahasuar me gjuhën shqipe është shumë e madhe, gjigande. Megjithatë, besoj që ja kam dalë. Një vështirësi tjetër ka qenë poezitë të shumë autorëve klasik të vjetër arab, dhe ka qenë rreth një sfidë më vete. Por besoj që ja kam dalë, mbetet që lexuesit ta vlerësojnë. Në këtë vëllim të parë janë përmbledhur 168 rrëfenja. Libri Qenie dhe Kontrabas është një nga librat e fundit më të mirë të Letërsisë Bashkëkombëtare Slave dhe përfshihet gjithë periudha e shkatrimit të ish Jugosllavisë nëpërmjet historisë së një muzikanti, i cili përfundon në çmendje. Ka futur autori disa elemente autobiografik, por në vetvete është një përsjellje jashtë interesante të zhvillimeve ish jugoslave dhe pastaj të Serbisë së re. Duket e pamundur që të përmbledhësh në një roman të gjithë paradoksin e shkatërimit të ish Jugosllavisë, por autori Sasha Ilić e zgjidh përmes rrëfimit të 19 vjeçarit Filip Isaković, që pas shumë kohësh në anijën luftarake, JRM, në vjeshtën e vitit 1991, u gjend para ishullit të Loshinjit. Aso kohë ajo ishte aroma e fundit e parajsës, sepse të gjithë hapësirën e ish Jugosllavisë e kaploi errësira e luftës dhe i gjithë vendi do të përmbytej nga gjaku. Subjekti ka lidhje me shkatrimin e ish Jugosllavisë nëpërmjet syrit të një individi i cili ka qenë ushtar dhe nga atje ushtar, muzikant, kalon në një pjesë të çmendinës, që është metaforë, ku mblidhen zakonisht njerëzit më intelektual që shoqëriet, sidomos totalitare,
nuk i menjajnojnë dot nëpërmjet mekanizmave të tjerë, po gjen elemente të tillë që i fusin në çmendim. Dhe nga aty, mënyra se si këta lirohen nga ajo, është një metaforë tjetër, e cila jo vetëm i bën që këta integrohen, por nëpërmjet këtyre elementeve ai ka fut elementet më modern në narracion, në intertekst, dhe këta individ të cilët kanë qenë të mbyllur, këta jo vetëm integrohen, po tregojnë cilësitë më të larta të artit të tyre në liri. Plot 2 dekada më vonë, një ish veteran lufte dhe kontrabasist xhasi, tashmë i shkatëruar mendërisht dhe pothuaj dhe fizikisht, dhe që madje nuk mund të luaj më, shoqërohet në një spital psikiatrik në Kovino, ku takon ata që u braktisën nga shteti, pasi i përdori turpshëm për luftërat e tij. Gjëja e cila mund të tërheqë pjesën e një publiku më të interesuar është mënyra e narracionit të autorit, interteksti që ai ka futur dhe sidomos një letërsi me kanone të larta. Besoj që është nga letërsitë të themi më moderne dhe më bashkëkohore që bën Sasha Ilić në këtë kohë. Është njëri nga njerëzit e opozitës serbe tash që po përpiqet për çështjen e studentëve. Por me këtë lloj letërsie ka treguar që letërsitë e fqinjve tanë janë sërish letërsi me kanone, kërkesa dhe me cilësi shumë të larta estetike. Rikthim nga Fred Ullman është një roman i botuar shumë herët. Nuk është një shkrimtar i ri Fred Ullman për ata që nuk e njohin, sepse në fakt në gjithë botën Fred Ullman pati një sukses të jashtëzakonshëm në momentin që botoi këtë libër, madje ishte një nga librat që studiojnë në të gjitha shkollat e botës, edhe si letërsi e rekomanduar. Për shkak se ka një temë, në fakt që është ajo e Holokaustit, edhe është një temë Holokaustit, e luftës së dytë botërore, po është i shkruar në një mënyrë krejtësisht të pakompleksuar. Gjermani, viti 1932. Dy djem 16 vjeçar ndjekin të njëjtën shkollë ekskluzive në Stuttgart. Njëri është djali një mjeku hebre, tjetri pasardhës i një familjeje të pasur aristokratike. Mes tyre lind një miqësi e thellë, një mirëkuptim i përsosur dhe magjik. Por vendi ku po jetojnë ndryshon thellësisht. A do të mundet që kjo miqësi të mos shkatërohet nga historia? Është historia e dy shokëve, të cilët janë arritur në Gjermani. Njëri është ebre, pra vjen nga një familje ebre, dhe tjetri është gjerman. Ai që është hebre në fakt, edhe thot shumë shpesh në libër, ai as nuk e dinte që ishte hebre, ishte lindur dhe rritur në Gjermani, babai i tij kishte luftuar në luftën e parë botërore, dhe natyrisht nuk kishin asnjë arsye të ndiheshin të kërcënuar nga ajo që po vinte. Në fakt, dhe kjo është kalimi nga pas lufta e parë botërore deri në fillimet e luftës së dytë botërore tek e cila e ndërpritet. Tregohet historia përmes rrëfimit përmes dy fëmijëve, të cilët duhet të jenë në fakt dy fëmijë, ata janë në një moshë, janë duke u rritur, edhe tregon se si hap pas hapi po vendosej lufta raciale, se si po vinte hap pas hapi një gjë në fillim e panjohur, po që pastaj mori formë, dhe se si këta dy djem, këta dy fëmijë filluan të kuptonin që i përkisnin në fakt dy anëve të ndryshme. Edhe gjithë kjo histori në fakt ka një fund që e ndryshon komplet perceptimin. Një rrëfim me finesë dhe forcë sugjestive të jashtëzakonshme. Rikthim u botua për herë të parë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1971 dhe më pas kudo, ku mori një sukses të madh si te publiku, ashtu edhe te kritika. Ky është libër që vjen në dy variante. Ky është varianti për të rritur, është dhe ky varianti për fëmijë. Është një roman që mund ta lexoj kushdo, që nga fëmijët të rriturit edhe kushdo, sepse nuk njeh moshë, vërtet nuk njeh moshë kjo histori. Kur ta lexoni do ta kuptoni për çfarë e kam fjalën. Dhe fundi, pasi ndodh ajo që ndodh, është befasues. Është një libër që nuk duhet humbur absolutisht, një nga librat që duhet lexuar të paktën një herë në jetë. Përshëndetje. Sot, te Melodia e Vargut, kam zgjedhur të lexoj vargje nga i madhi Ismail Kadare. Poezia e parë
ti ishe për mua. Ti ishe për mua e pamposhtur si Troja. Troja që unë do të se pushtoja. Ti ishe për mua e pakuptueshme. Më e pakuptueshme se mbi shkrimet e truska. Vetëm në ëndra, në ëndra ti përqafoja flokët e dendura, gas më shumë djeja të këtë pushtoja, si gjithë grekët kur ra Troja. Vetëm në ëndra mi ishe e kuptueshme. Ti, e shtrenjta ime e truska. Edhe kur kujtesa ime e lodhur, ashtu si ato tramvajet e pas mesnatës, vetëm në stacionet kryesore do të ndaloj, unë tys do të haroj. Do të kujtoj mbrëmjen e heshtur të pafund të syve të tu. Dënesën e mbytur rëzuar mbi supin tim si një dëbore pashkundshme. Ndarja erdhi, po iki larg teje. Asgjë e jashtëzakonshme veç ndonjë natë. Gishtat e dikujt do të mpleksen në flokët e tu, me të largëtit gishtat e mi, me kilometra të gjatë. Unë pash lullet e para. Unë pash lullet e para që qelën kudo për mbi dhe. Pash zoqt e pash të këtarë që këthyën sërishmi të këna, në brigje, në kopshte, në ara, gjithë shka është e parë, gjithë shka. Ndërmend, dashuria e parë, ato kur i pash mëra. Do vyshken të gjitha të parat, dhe prap do kthehen ato. Përveç dashurisë së parë, as vyshket, as kthehet ajo. Këtu ndajemi dhe për sot, mirupafshim.